Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Amma ba'du, gjithë falendrimet, hamdi dhe lavdia e plotit a kanë të madhit Allah. Fuqi plot, salate dhe selame i dërgojmë më të dashurit ton, më të madhit pejgamber Muhammedit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam. Të dashur dhe shumë të respektuar miq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejen e Allahut po takohemi edhe në një takim të ri me shoqërinë tonë, me kaptinën e jashtëzakonshme, me kaptinën shumë të madhe, kaptinën An'am, surja An'am. Në këtë takim do të flasim për dy të kundërta. Për ata të cilët humbin shumë, si dhe për ata të cilët dalin fitimtar. Prandaj e kemi titullu këtë emision Humbja e mohuesit dhe fitimi i besimtarit. Do të thotë, kemi dy protagonist. E kemi atë i cili është vendosur në mënyrë të pa arsyeshme me kokëfortësi që t'i humb të gjitha në të dy botët, dhe e kemi tjetrin i cili me mirësitë dhe mëshirën e Allahut, me dritën hynore mbi argumentet, faktet dhe dëshmitë, fiton të dy botët. Tani, më lejoni fillimisht të lexoj ajetin 7 të kapitullit An'am. Thot Allahu fuqiplot: "Walau nazzalna 'alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin." Para se të përkthej ajetin 7, më lejoni të bëj një hyrje që do të na ndihmon të kuptojmë thelbin e këtij ajetit. Kundërshtarët e pejgamberit alayhis salam, bidhujtarët e Mekës, ata të cilët ishin rreshtu si kundërshtar, polemizonin, refuzonin, madje etiketonin pejgamberin alayhis salam duke i dhënë kualifikime shumë të rënda, atyre nuk ju interesonin argumentet dhe forca dhe fuqia e provave dhe argumenteve në të cilat ishin brenda vargjeve të Kur'anit dhe fjalëve të pejgamberit alayhis salam. Nga sa ata ishin rreshtu dhe ishin të vendosur të jenë kundërshtar. Prandaj, në narrativen dhe në historinë e këtyre kundërshtarëve të pejgamberit alayhis salam, gjatë 13 viteve në Mekë, por edhe periudhave në Medinë, po kjo periudha e Mekës është e veçantë, ata kanë dalë me kërkesa të ndryshme dhe absurde, duke provu me sfidu pejgamberin alayhis salam në të vërtetën e tij. Një nga ato kërkesat e habitshme të idhujtarëve dhe kundërshtarëve të pejgamberit dhe të vërtetës është edhe kjo çfarë na rrefen ajeti 7 i kapitullit An'am. Thot Allahu fuqiplot: "Sikur ne o Muhammed atyre t'ua kishim zbrit Kur'anin në letra, në formë libri, që ata të kenë mundësi me prek me durët e tyre." Në fund, çfarë do të thonin ata? Cili do të ishte komenti i tyre? "Laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin." Ata në fund, nga se janë mohues, do të thonin kjo çfarë ti neve na ofrove është thjesht një magji dhe kaq. Ne e dim se Allahu fuqiplot ja zbriti Kur'anin famlar të pejgamberit alayhis salam për 23 vite radhazi, duke e inspiruar me shpallje, duke e zbritur Kur'anin fisnik në zemrën e bardhë dhe në shpirtin e madh të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ai ua transmetonte dhe ua kumtonte Kur'anin shokëve të tij, besimtarëve dhe mbar njerëzve të cilët jetonin me të. Një pjesë e madhe e idhujtarëve të Mekës kanë qenë shumë çdo herë kurështar me dëgju cilat janë vargjet e reja të Kur'anit dhe shkonin pikërisht pejgamberi shkonte para Çabës dhe ata ishin kurështar me i dëgju
vargjet dhe rrefimet e reja të Kur'anit. Madje në takime private edhe i komentanin dhe i bisedonin rreth informatave dhe të vërtetave të Kur'anit, saqë, sikur na përmend Kur'ani, në ndejet e tyre shumë private ata edhe janë frigu të flasin diçka në raport me Kur'anin, nga se kanë thonë ditën e nesërme do të befasohemi dhe do të na vinë lajme nga Muhamedi për ato çfarë ne i kemi bisedu, apo i kemi kundërshtu, apo. Prandaj, Allahu Dhul Gjelal, me ajetin 7 në kaptinën An'am, dëshiron me i tregu kundërshtarëve të pejgamberit dhe pastaj gjithë kundërshtarëve pas këtyre kundërshtarëve, nga se çdo epokë, çdo kuj ka kundërshtarët e vet. Edhe në kohën tonë ne kemi kundërshtarë të cilët refuzojnë dhe kundërshtojnë pa arsyeshëm të vërtetën. Ajeti dëshiron një mënyrë të mendimit të gabuar me e zbardhë se është mendim i gabuar. Prandaj, kemi një rregull që ulemaja kanë thënë: kush dëshiron me besu, ai i cili është i vendosur për të besuar të vërtetën, ati nuk i nevojiten mrekullit. Ndërsa kush nuk beson, nuk i bëjnë dobi mrekullit. Të dashurit e mi, më lejoni edhe një herë të e përsëriti këtë rregull që dietarët islam e kanë nënvizuar me theks të veçantë. Ai i cili dëshiron të beson, ati nuk i nevojiten mrekullit. Po, mrekullit e rritin dhe e fuqizojnë imanin dhe besimin, por ai i cili ka vendos dhe dëshiron të beson, nuk i nevojiten mrekullit. Ndërsa ai i cili nuk beson, mrekullit njeriu të tillë nuk i bëjnë dobi. Domthon, shiqoni sa rregull më rëndësi është ky që e kanë përmend dietarët islam. Mirë, pse është kjo më rëndësi? Që kanë thonë ulemaja. Është më rëndësi për shkak se sa argumente dhe mrekulli ne kemi në botën tonë të cilat neve na rrethojnë, dhe ata të cilët nuk dëshirojnë të besojnë, këto mrekulli, këto fakte, këto argumente, këto prova, këto dëshmi, atyre nuk ju ndihmojnë. Duke filluar nga gjithësia, duke filluar nga shumë gjëra të cilat ne i njohim, por edhe shumë gjëra që nuk i njohim. Duke filluar nga shumë gjëra të cilat neve na rrethojnë dhe janë shumë të rëndësishme për ne. Për shembull, unë dëshiroj të ndalem tek dy gjëra me rëndësi. Dua t'i marr dy shembuj. Këta dy shembuj dëshiroj t'i marr si mrekulli dhe argumente të fuqishme që në fund, pasi që i analizojmë këto dy shembuj, ne në fund sigurisht se duhet me përulje të zgjedhim rrugën e besimit. Shembulli i parë ka të bëjë me mrekullin e syrit. Subhanallah, une i kam përmbledh disa njohuri modeste, disa informata modeste në lidhje me mrekullin e syrit. Syri dhe shqisa e të pamurit është një dhunti e jashtëzakonshme që Allahu na ka bë të gjithë neve dhurat. Është një begati e jashtëzakonshme që ne nuk jemi të vetëdijshëm çfarë mrekullie e madhe është syri. Syri është dritarja e shpirtit dhe mendjes. Syri është porta kryesore që ne nëpërmjet kësaj porte perceptojmë botën e cila neve na rrethon. Pjesa më e madhe e dijeve dhe informatave dhe përvojës ton pikërisht arrihet nëpërmjet shiqimit. Syri është një mekanizëm i përkryer, funksionon si një aparat shumë i sofistikuar, një aparat shumë modern, një aparat shumë i avancuar. Jetojmë në kohën e teknologjisë. Keni pa vëllezër dhe motra kur dalin telefona të ri, një prej veçorive dhe specifikat të telefonave është kamera, është syri kamerës. Para mendoni, po flasim për
syren e kamerës që mendja njeriut ka arrit me ardhë deri në këtë avancim. Po syri i njeriut që Allah e krijoi, sa është i sofistikuar, që unë tani jam i pafuqishëm dhe kam mungesë të njohurive, sikur ta kishim këtu një specialist të oftalmos, do të na spjegonte në mënyrën më të bukur shumë veçori dhe bukuri të kësaj mrekullia e syrit. Ne nëpërmjet syrit sa informata i transmetojmë në trunin ton me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Allahu Dhul Xhelal na dhuroi mrekullinë e syrit dhe ne nëpërmjet syrit dallojmë ngjyra, dallojmë madje qindra nuanca të ngjyrave. Perceptimi i ynë është shumë i pasur nëpërmjet syrit. Ne nëpërmjet syrit ruajmë kujtime dhe ngjarje që lidhen fuqishëm me kujtesën tonë. Ne përfundimisht e falenderojmë Allahun fuqiplot për dhuntin e syrit, kjo mrekulli kaq e jashtëzakonshme që Allahu fuqiplot na begatoi me mrekullinë e syrit. Shembulli i dytë ka të bëjë me një mrekulli tjetër, e që ka të bëjë me mrekullinë e trurit. Sa dhunti e madhe është mrekullia e trurit që Allahu fuqiplot neve na pajisi me këtë mrekulli. Truri është qendra komandës. Ne nëpërmjet trurit kontrollojmë gjitha funksionet e jetës, duke filluar nga frymarrja, rrahjet e zemrës, lëvizjet, mendimet tona, emocionet e kështu me radhë. Kur lexojmë studiusit cilët janë marrë me karakteristikat e trurit, na del se pesha dhe përbërja është mesatarisht 1.3 deri 1.5 kg, por përmban mbi 80 miliard neurone, secila është e lidhur njëra me tjetrën. Shpejtësia e trurit, sinjalet nervore udhtojnë deri në 400 km/h duke bërë reagimin e njeriut tepër të shpejtë. Fuqia e memorjes dhe mbarmendjes. Truri ka një kapacitet pothuajse të pakufizuar për të ruajtur informacione, imazhe, përvoja gjatë gjithë jetës. Ne jetojmë në epokën e kompjuterëve, madje kompjuter shumë të avancuar. A ju kujtohet juve që jeni gjenerata më të vjetra se këta të cilët kanë lind pas vitit 2000, këta jetojnë në epokën ku teknologjia ka shpërthy fuqishëm. A ju kujtohet ai Pentiumi 1, Pentiumi 2, e kështu me radhë, si ka avancu teknologjia dhe kompjuteri, hard diski, sa informata me i mbajt mend dhe me i memorizu, ndërsa trurin që Allahu fuqiplot neve na dhuroi. Memorien, sa kujtes kemi ne, sa gjëra i kujtojmë, a nuk duhet të na bëjnë përshtypje? A nuk është truri një mrekulli dhe një argument shumë i fuqishëm i cili duhet të na thret që ne të ndalemi dhe me përulje dhe respekt të përulemi madhërisë së Zotit fuqiplot. E shumë gjëra të tjera të cilat të ndërlidhen me këto dy mrekulli. Prandaj, pse u ndala tek këta dy shembuj? U ndala në raport me rregullin që dietarët islam e kanë përmend dhe njëherë dëshiroj ta përsëriti, kush dëshiron me besu, ati nuk i nevojiten mrekullit. Ndërsa ai i cili nuk beson, ati nuk i ndihmojnë mrekullit. Tani, po, unë u mundova në mënyrë shumë modeste me mundësi shumë të voglat që posedoj të flasë për këto dy mrekulli, për mrekullinë e syrit dhe të trurit. Sigurisht se ne kur ndalemi dhe i dëgjojmë këto spjegime rreth këtyre dy mrekullive, neve na rritet dhe na fuqizohet imani dhe besimi ynë. Por ne besojmë edhe pa këto mrekulli. Por hajde ta shiqojmë anën tjetër.
Po ata cilët nuk besojnë, pse këto mrekulli nuk po i ndihmojnë ata me besu? Pse ata nuk ndalen të qetë të mendojnë rreth këtyre të vërtetave të mëdha? Këto janë të vërteta të pamohueshme. Këto janë të vërteta të mëdha, prandaj Allahu te baraka ve taala na thret që ne me për ulje dhe me respektin më të madhim të ndalemi përballë këtyre të vërtetave të mëdha. Ajeti 8 thot Allahu fuqi plot: "Wa qalu laula unzila alayhi malakun walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun." Tash, e tham më herët, kundërshtarët e pejgamberit alayhis salam janë mundu tërë kohën që të vinë me kërkesat çuditshme. Kërkesa që janë mundu me zbe forcën dhe fuqinë e argumenteve të cilat i ka paraqit pejgamberi alayhis salam. Janë mundu me kërkesat e tyre me zbe fuqinë e vargjeve të Kur'anit. Por këto kërkesa kanë qenë të parësyshme. Tash ajeti 8 thot kështu. Ata thanë, pse Allahu nuk na zgjodhi me na ardh neve një angjull, po me na ardh Muhamedi? Pse ka zgjedh Allahu Muhamedin? Pse nuk e ka zgjedh Allahu një melek, një angjull? Dhe ai prej qielli më ardh, dhe ai neve më na u drejtu. Ai neve më na thirr në rrugën e drejtë. E kështu me radhë. Allahu thot: "Walau anzalna malakan laqudiya al-amru." Thot Allahu, shiqani, ju tani nëpërmjet kësaj kërkese indirekt po e sfidoni Allahun. A kanë të drejtë njerëzit me sfidu Zotin? Nuk kanë të drejtë. Por nëse ndodh që njerëzit dëshirojnë me sfidu madhrinë e Zotit, atëherë në fund të asaj sfide njerëzit përfundojnë keq. Në fund të sfides, njerëzit shkatrohen. Prandaj Allahu tha, sikur ne atyre kishim mja uzbrit një melek, një angjull, në vend të Muhamedit, do të merrte fund çështja e tyre. Do të merrte fund çështja e tyre. Të dashurit e mi, ajeti 9 tani na tregon për një çështje shumë rëndësi, cili është misioni i pejgamberëve të Zotit. Ajeti 9 i kapitulit En'am na tregon se çfarë misioni kanë të dërguarit e Allahut. Thot Allahu dhul xhelal në ajetin 9: "Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wa la labasna 'alayhim ma yalbisun." Vazhdon debati në kërkesën e tyre të parësyshme. Pse nuk e solli Allahu një melek, po një njeri? Tash Allahu thot: sikur ne atyre tua përzgjedhnim në vend të njeriut melekin, angjullin, sikur ne atyre tua sillnim një melek, dhe ai të jetë pejgamberi i Zotit, meleku, jo njeriu, thot ata prap do të kërkonin alternativ njeriun. Thot ata janë në dyshime, janë në hamendje, dhe kërkesa atyre kish me rrit pështjellimin e tyre edhe më shumë. Kërkesa e tyre bën që të ketë edhe më shumë mjegull. E tani, ulemaja dietarët islam, nga ky ajet, nga ajeti 9, kanë thonë të dërguarit e Allahut, pejgamberët e Allahut kanë dy misione. Në përgjithësi. Misioni tyre i parë është që ata ta përçojnë, ta kumtojnë, ta përcjellin fjalën e Zotit tek njerëzit. Kjo është misioni numër 1. Misioni numër 2 është që ata në të njëjtën kohë kanë edhe një detyrë tjetër. Dhe misioni tyre është që ata të jenë model dhe frymëzim për njerëzit, si të zgjedhurit e Zotit. Miqtë mi, ju lutem, edhe një herë vëmendje të kuptojmë ndërlidhjen mes këtyre dy misioneve dhe dy detyrave shumë të rëndësishme që kishin të dërguarit e Zotit. Të dërguarit e Zotit kishin dy detyra kryesore. Detyra e tyre e parë ishte që ata me besnikëri të përçojnë dhe të përcjellin fjalën e Zotit tek populli i tyre.
kumtimi, me i thirr njerëzit në rrugën e Zotit. Por detyra e tyre e dytë, e cila nuk ndahet prej kësaj detyres të parë, është se ata kishin obligim që t'jenë model, shembull dhe frymëzim për popullin e tyre. Prandaj, shiqoni sa e pa logjikshme është kërkesa e atyre kur kanë thonë pse nuk dërgoi Zoti pejgamber të Zotit me leq po njerëz. Me leqt janë krijesa ndryshe. Allahu ka zgjedh nga mesi i njerëzve njerëz që ata t'jenë frymëzim edhe model, edhe t'jenë të kapshëm për vetë njerëzit. Do më thonë, Allahu ka zgjedh nga mesi i njerëzve pejgamber nga lloji i tyre, me qëllim se kur pejgamberi i Zotit është nga vetë lloji njerëzor, ai është më i kapshëm. Edhe është frymëzim, edhe është model, edhe është shembull. Prandaj që të mos ketë askush asnjëherë arsye të pranueshme, Allahu ka përzgjedh nga mesi njerëzve njerëz të zgjedhur me qenë pejgamber të Zotit, duke i ndihmuar Allahu ata me shpalljen dhe inspirimin. Por sikur të ishin krijesa nga një lloj tjetër, jo nga lloji njerëz, atëherë që në start dikush mund ta kishte alibin dhe arsyn me refuzu dhe mos me pranu, nga se kjo është për një lloj tjetër, është i pakapshëm për mua. Prandaj Allahu Dhul Xhelal nuk ka lënë rastësi në procesin e përzgjedhjes së të dërguarve të Zotit dhe në kumtimin dhe në bartjen e fjalës së Allahut tek njerëzit në mënyrën më të mirë dhe në mënyrën më të bukur. Kjo është ajo çfarë përmban, do të thotë, ajeti i 9. Prandaj në këtë drejtim, në këtë frym, ulemaja kanë thënë, mohuesit nuk kërkojnë mrekulli, vetëm se ata nëpërmjet kërkesave të tyre kanë për qëllim për të sfidu pejgambert e Allahut dhe në mënyrë indirekte ata provojnë me sfidu madhrinë e Zotit. Dhe kur kjo ndodh, atëherë mund të vije fundi dhe shkatrimi i tyre. Nga se historia e popujve dhe historia e përvojës dhe eksperiencës së pejgamberëve të Zotit na ka tregu për një gjë të tillë. Ne këtu do të ndalemi të bëjmë një pushim të shkurtër dhe menjëherë do të kthehemi me pjesën e mbetur të këtij takimi inshallahu taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra, po vazhdojmë me takimin ton. Jemi duke folur për atë se çfarë humb ai i cili e ka zgjedh rrugën e mohimit, ai i cili në mënyrë të paarsyeshme kundërshton dhe refuzon të vërtetën, dhe çka fiton ai i cili e ka zgjedh rrugën e përuljes, besimit dhe dorëzimit para Allahut fuqi plot. Po vazhdojmë me ajetin e 10 të kapitullit An'am. Thot Allahu Dhul Xhelal: "Wa laqad istuhziya bi rusulin min qablika, fahaqa bil ladhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastehzi'un." Tash, dëgjojmë prej ajetit 8 dhe ajetit 9 kërkesat të paarsyeshme që kundërshtarët e pejgamberit alayhis salam përballë Kur'anit dhe të vërtetës që ai i thriste njerëzit, ata vinin me kërkesa të çuditshme. Në një farë forme, Allahu këto kërkesa i qunë edhe tallje. Prandaj, shiqoni si fillon ajeti 10. "Wa laqad istuhziya bi rusulin min qablika." Allahu i drejtohet pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: këto kërkesa të paarsyeshme, që në fund janë edhe tallje që ata po mundohen me u tall, nuk po të pranojnë mënyrë serioze. Qasja e tyre është jo serioze, prandaj jo tallje. Thot, shumë pejgamber që kanë jetu para teje, shumë pejgamber që kanë derdhë mund para teje, në kohë të ndryshme, edhe ma ata janë tallë njëjtë sikur po provojnë mu tallë me ty tani me këto kërkesat paarsyeshme. Por, fahaqa bil ladhina sakhiru minhum ma kanu bi yastehzi'un. Por vjen një moment
që të gjithë ata të cilët tallen me shpalljen e Zotit, me të vërtetat e Zotit, me pejgambert e Allahut, me fjalët e Allahut, vjen një moment kur ata rëmbehen dhe tallja e tyre merr fund njëherë e përgjithmonë. Tani, ajeti 10, dietarët thonë, ky ajet dhe shumë ajete të ngjajshme në këtë kuptim, në kaptina tjera në Kur'an, neve na mësojnë për një të vërtet të madhe historike. Kjo e vërtet e madhe historike është, apo njihet, si lufta mes të vërtetës dhe të pavërtetës, është një luftë me karakter të atill që nuk përfundon asnjëherë. Ky ajet na mëson këtë të vërtet të madhe historike. Se lufta dhe betejat mes të vërtetës dhe të pavërtetës janë lufta dhe beteja që nuk do të përfundojnë asnjëherë deri në fundin e botës. Prandaj, Allahu Dhul Gjelal dëshiron me ia bë të qartë pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam se ti duhesh me vazhdu me plot zell, me plot përkushtim, me plot seriozitet rrugtimin dhe detyrën tënde. Pavarësisht pengesave, pavarësisht qasjes jo serioze dhe përqeshse, e kanë përqesh pejgamberin alayhis salam. Po ti vazhdo, nga se edhe ata para teje janë sfidu me këtë mendësi. Edhe para teje janë sfidu me këtë mendësi. Prandaj, ky ajet na mëson edhe për një çështje tjetër shumë më rëndësi, që kanë thonë ulemaja, ajeti tregon se njeriu e ka të drejtën me e zgjedh dhe është i lirë për të zgjedh. Do të thotë njeriu është i lirë. Allahu nuk e detyron njeriu me besimin, por Allahu e la njeriu të lirë për të bërë ai përzgjedhjen me lirinë dhe bindjen e tij, me vullnetin e tij. Por Allahu fuqiplot e ndihmoi njeriu duke dërgu pejgamber dhe të dërguar. Dhe këta të dërguar kanë shumë të vërteta. Drita e Zotit është shumë e fuqishme. Ai i cili dëshiron me përfitu prej kësaj drite, ai gjithsesi me bindje dhe vullnetin e tij të lirë e zgjedh të mirën dhe e zgjedh të vërtetën. Prandaj Allahu fuqiplot në kaptinën Insan ajetin 3 thot: Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Ne atë njeriu e frymzuam drejt rrugës së vërtet, e pastaj ai mbetet i lirë. A do ta zgjedh rrugën që ai tjetë mirënjohës, falendërues i përullur ndaj Zotit, apo ai e zgjedh rrugën e arrogancës dhe të mohimit e të përgënjeshtrimit. Ajo çfarë është më rëndësi? Vetë fakti se Allahu ka dërguar një numër të madh të pejgamberëve dhe të dërguarve të tij. Vetë fakti i dytë se Allahu fuqiplot ka dërguar dhe ka zbrit libra të shenjtë prej qiellit. Vetë fakti se Allahu te barek ve taala neve gjithandej bota jonë është e rrethuar me miliona argumente, prova, dëshmi, fakte që faktojnë madhrinë e Zotit një, që ndihmojnë që ne ta shohim të vërtetën e madhe. Krejt këto janë fakte që njeriu në qetësi, me vullnetin dhe bindjen e tij, me arsyn dhe me fuqinë e mendjes së tij, e zgjedh të mirën, e zgjedh të vërtetën, e zgjedh të mbarën, e zgjedh rrugën e vërtet. Apo ai nga bindja dhe vullneti i lirë vendos që me kokë fortësi, në mënyrë të paarsyeshme, me kryenetësi, me vazhdu kundërshtimin, me dilema dhe dyshime të paqëndrueshme, gjithmonë po flasim në parim. Prandaj edhe e zgjedh rrugën e kundërshtimit. Të dashurit e mi, Kurani po ashtu na tregon, ajeti i 10 na jep edhe një mësim tjetër që rruga e përgënjeshtrimit të vërtetës, refuzimi dhe kundërshtimi i të vërtetës,
tallja dhe përqeshja me të vërtetën edhe mund të jenë shkak për fundin dhe shkatrimin e atyre që kanë zgjedh këtë rrugë. Prandaj, programi i pejgamberve të Allahut është me kufizime, ndërsa mohuesit dëshirojnë që ata të jetojnë të lirë pa kufizime. Çka i bie kjo? Njerëzit për nga natyra dëshirojnë me jetu të lirë, pa kufizime. Çka i bjen pa kufizime? Të mos ketë halal, të mos ketë haram, të mos ketë ndalesë, të mos ketë rregulla. Pejgamberët e Allahut kanë programe. Programet e pejgamberëve të Allahut janë mësimet e Zotit, ku neve diçka na lejohet, diçka na ndalohet, këtu guxojmë të afrohemi, këtu nuk guxojmë të afrohemi, në këtë rrugë mund të ecim, në këtë rrugë nuk guxojmë të ecim. Këto janë ligjet dhe mësimet e Zotit. Ata të cilët dëshirojnë me jetu të lirë, në mënyrë kaotike, ata të cilët dëshirojnë të jetojnë të lirë, por duke kundërshtu natyrshmërinë e duke mos zgjedh asnjëherë fundin e shfrenimit, të degenerimit, të shkatrimit, atyre kufizimet dhe mësimet e pejgamberëve të Zotit ju pengojnë. Kjo është shumë e thjeshtë. Kjo është shumë e thjeshtë. Prandaj janë armiqësu dhe janë kundërshtu dhe janë refuzu pejgamberët e Zotit. Nga se pejgamberët e Zotit kanë ardhur me rregulla që çdo herë dhe gjithmonë është parasysh ai interesi i përgjithshëm, e mira individit, kujdesi ndaj familjes dhe kujdesi i përgjithshëm, gjithmonë konform asaj vijes dhe raportit vertikal mes robit dhe Zotit. Mes robit dhe Zotit. Prandaj, sa herë që të dërguarit e Allahut kanë qenë aktiv, kanë qenë të vendosur, ka ndodhur që edhe kundërshtimi dhe përgënjeshtrimi ka qenë i ashpër, ka qenë i fuqishëm. Prandaj dhe historia na tregon se ka edhe një numër të madh të pejgamberëve të Zotit që janë vrarë. Padrejtisht, është një numër i madh i pejgamberëve të Zotit. Nuk i kanë kundërshtuar dhe nuk i kanë përgënjeshtruar thjesht vetëm, por kundërshtimi dhe përgënjeshtrimi tyre ka qenë aq i ashpër saqë edhe i kanë privu nga jeta waliyadhu billah. Ndërsa ajeti 11 e që me këtë ajet ne e përmbyllim këtë takim sot është fjala Allahut fuqiplot ku Allahu dhul xhelal thot kul siru fil ardi thumma anzuru kayfa kana aqibatu al-mukaththibin. Thuaj ti o Muhammed atyre kundërshtarëve të cilët po mundohen që ta zbehin thirrjen tënde, po mundohen që ta ndalin dritën e fuqisë së vargjeve të Kuranit me kërkesa të ndryshme, të paarsyeshme, të paqëndrueshme. Ata që e kanë zgjedh rrugën e jo seriozitetit dhe të talljes, thuaj atyre. Le të ndalen dhe le të kujtoni një moment. Siru fil ard, pse nuk po e hapni historinë? Pse nuk po esini për pjesë të ndryshme të botës, kur aty në disa pjesë të botës dikur kanë jetu popuj, ka pas civilizime dhe historia na tregon se si erdhi fundi i tyre, a nuk po ju bën përshtypje se si përfunduan ata që para juve shumë vite, shumë dekada, shumë shekuj, nuk i kanë dëgju pejgamberët e Zotit, i kanë përgënjeshtruar dhe si kanë përfundu? A nuk ju bën juve përshtypje dhe a nuk është e arsyeshme të reflektojmë prej atyre popujve nga e kaluara që kanë dështu dhe fundi i tyre ka ardhur shumë i keq? A nuk është kjo një arsye për reflektim? Prandaj thot Allahu, kayfa kana aqibatul mukaththibin. Kthehuni mirë në librat e historisë dhe shiqoni si përfunduan ata që kanë zgjedh
rrugën e përgënjeshtrimit. Si përfunduan ata që i kundërshtuan pejgambert e Zotit, ata që u tallën dhe në mënyrë më përqeshse u sillen në mënyrë të pa dinjitetshme me pejgambert e Zotit, të dërguarit e Zotit, i kundërshtuan mësimet e Zotit. Prandaj kjo thirrje është thirrje për reflektim. Kjo thirrje është thirrje për reflektim që ajeti i 11 i kapitullit En'am dëshiron të na kujton se ai i cili e zgjedh rrugën e besimit do të shpërblet dhe do të lumturohet në të dy botët, ndërsa ai i cili e zgjedh rrugën e mohimit do të jetë i humbur dhe i dëshpëruar në të dy jetët. Prandaj Allahu Dhul Xhelal e përmbyll me ajetin e 12 kulli men ma fis samawati wal ard. Thuaj ti o Muhammed, te ky ajeti i 12 vetëm po e lexojmë dhe nuk po ndalemi, do të vazhdojmë në takimin e radhës inshallah taala, sa është ajeti i jashtëzakonshëm. Thuaj o Muhammed, ku i takon pushteti dhe sundimi absolut në qiell dhe në tokë? Kush disponon me gjithësinë? Kush i vendos rregullat në gjithësi, në qiellin e tokë? Kullillah, Allahu një i vetmi, fuqi plot. Kataba ala nafsihi ar-rahma, ai Allahu e ka obligu vetveten e tij që neve të na trajtoj me mëshirën e tij. Allahu Akbar. Ai është i mëshirshëm. Ai na krijoi në jetën tonë në këtë botë që të na mëshiroj. La yajma'annakum ila yawm al-qiyamah. Ky Allahu fuqi plot që disponon me çdo gjë në kosmos do t'ju bën bashk gjithë juve nesër në ditën e Kiametit. La rayba fih. Dhe në këtë informat nuk ka asnjë dilemë. Alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Kush janë ata që kanë humb veten e tyre? Kush janë ata që kanë humb veten e tyre? Janë ata që kanë mohu dhe nuk besojnë. Ata e kanë humb veten e tyre edhe në këtë botë, po do të jenë shumë të humbur dhe dështuar nesër kur Allahu do t'i bëj bashk të gjithë njerëzit të parë dhe të mramët. Askush nuk do të ngelet, askush nuk do të mungon, ata që e kanë zgjedhur rrugën e mohimit dhe nuk besojnë, ata do të jenë më të humburit. Allah na ruajt ja Rabbi. Allah na ruajt imanin dhe besimin ton. O Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na udhëzove në udhën tënde të drejtë. O Zoti ynë, na dhurot mirën këtë botë dhe në botën tjetër na mbroj nga zjarri i xhenemit. O Zoti ynë, na fal neve, na i fal prindrit tan dhe mbar muslimanët nesër në ditën e gjykimit. O Zoti ynë, na bë faqebar në këtë botë dhe në botën tjetër. Na përfundoj jetën tonë në qetësi, me iman dhe besim të drejtë. O Zoti ynë, na bë që nesër kur dalim para teje të jemi faqebardh, nga se atë ditë disa njerëz do të jenë me fytyra të nxira e disa do të jenë faqebardh. Qofshim të gjithë ne dhe ju dhe dashurit ton në kujdesin dhe në mbrojtjen dhe në mëshirën e të madhit Allah fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.